فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم صدق الله العظيم. Të gjitha falenderimet, lavdërimet për uljet e adhurimet janë për Allahun krijuesin ton, kurse salavatet, selamet, përshëndetjet, uratat më të përzemërta janë për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Dëshmojmë dhe deklarojmë se vetëm Allahu është Zot krijues, sundues, mbikëqyrës absolut i kësaj gjithësie, dhe se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i tij. Të nderuar vëllezër të pranishëm, ajetin që e lexova para jush, Allahu i madhnueshëm na drejtohet duke thënë: vërtet të Allahut janë 12 muaj, prej kur i ka kriju qiejt dhe tokën. Dhe prej 12 muajve, 4 prej tyre janë muaj të shenjtë. Kjo është feja jonë dhe ruani vetveten tuaj, mos e ngarkoni shpirtin tuaj në këto 4 muaj sidomos. Tër vitin, por sidomos në këto 4 muaj. Në këta 4 muaj, Allahu i madhnueshëm po na drejtohet duke na thënë që mos ta ngarkojmë vetveten tonë, mos të bëjmë vepra të liga. 3 muaj janë rresht me radhë dhe 1 muaj është ndaras, e në këtë muaj jemi ne tash, muaji Rajab. Muaji Rajab, në të cilin ndodhemi ne, është muaj i shenjtë. Është 2 muaj para muajit dbekum, muajit Ramazan. Dietarët islam kanë thonë, nuk duhet me ngarku vetveten tonë asnjëherë, por sidomos në këtë muaj, për arsye se sikurse sevapi që na llogaritet shumë fish, në këtë muaj edhe gjunohet munden me na llogarit shumë fish. Allahu na ruaj. Nëse na veprojmë vepra të liga në këtë muaj, me shumë gjas Allahu i madhnueshëm e ka mëshirën e madhe, por me shumë gjas dietarët islam kanë thonë se na llogaritën edhe gjunohet shumë fish. Pastaj Allahu ka thonë mos me ngarku veten tonë këtë muaj, për arsye se nëse na ngarkojmë vetveten tonë tash, nuk do të kemi mundësi të jemi produktiv në muajin e Ramazan. Kur tregohet për dietarët islam, për Imam Shafiun, Ebu Hanifën, e kështu me radhë, që kanë bën vepra të mëdha në muajin e Ramazan, që kanë arrit për çdo ditë me i lexu 2 hatme. Njën nga veçoritë e lehtësimit që ju ka mundësu atyre me i lexu 2 hatme në Ramazan është për arsye, dietarët e përmendin, për arsye se në qëtë muajin e Rajab janë mundu me bën vepra të mira sa më shumë dhe janë mundu me tër potencialin e tyre me u largu prej veprave të këqija. Dhe kjo ja ka lehtësu atyre pastaj në Ramazan me bën vepra të mira shumë fish, edhe me një potencial tepër të madh. Frek tash këtë javë njonim nali, edhe dyshoj këtë që Ebu Hanifja ka mujt me lexu 2 hatme brenda ditës. Dyshoj këtë se thëjke s'po ma qetë mua, e llogarit ka i me potencialin e vetë. E thëjke hajtë lexu e ti, so ki mundësi ti mas shpejti me lexu e ta llogaritmi. A i nuk e dike që na jena shumë të ngratë e të mirë për balla tyre kalibrav kaq të mëdhaj.
Edhe nuk e dike që kemi hynë qëtë muin që zban me ngarku shpirtin me full për tjerë heq, e sidomos për ata kalibrat mëdhaj. E nuk e dike që duhet me mundu me bo vepra të mira sa ma shumë na këtë muj, që me na i lecu Allah në Ramazan pastaj. Në Ramazan heq nuk ka nevoj na me mojt as ligjerat, as derse, veç ibadet, adhurim. Po gjendjen cilën ndodhemi, na mundohemi pastaj prap me mojt ligjerata, me tregu ders. Jo, për ndryshen gjendjen më të mirë do të ishte vetëm Kur'an, muaji i Kur'anit, vetëm ibadet. Dietarët islam pra na kanë tregu që në këtë muj duhet me mundu sa më shumë me rujt vetveten tonë, me bë vepra të mira, që me na i lehtësu pastaj Allahu që na me qenë shumë më produktiv në Ramazan. Dy hatme që i ka lexuar Ebu Hanifja nuk është e parëqshme. Ata cilët kanë lexu dhe informohen për hafizat e Kuranit, ata arrin për 7 orë me e bo një hatme, me përsërit Kuranin. Kjo është nivel shumë i lartë për gjendjen që jemi na, me i bo 2 hatme brenda ditës, 2 herë me lexu Kuranin brenda ditës, por në rastin më të mirë do duaj hala ma shumë. E ju me dyshu që s'mujna me bo ato. Por gjendja ju në të cilën jemi, është gjendje me të vërtet e keqe. Ashtu si që ka thonë pejgamberi a.s. Do t'jeni në numër të shumët, por do t'jeni si kur shkuma e detit. Nuk do t'keni fuqi. Për arsye se na nuk miremi qysh me ja kalu ati tjetrit cili ka bo vepra më të mira se na, po na mirëmi qysh me rënu tjetrin, qysh me përqesh tjetrin, qysh me sulmu tjetrin. Allahu na rujt, Allahu na bëf prej atyre që e shfrytëzojmë këtë mujt bekum me vepra të mira, e pastaj këto vepra të mira na i mundsojnë që në Ramazan me qenë edhe ma produktiv. Për fund edhe një gjë që e kanë përmend dietarët islam kanë thonë, ata të cilët mundohen që në mujin e Rexhep, në këtë muj, me bo vepra të mira edhe me ndal veten e tyre mos me bo vepra të liga, mund të jetë rezultat që Allahu me ja zgjat jetën atyre edhe me ja mundsu me arrit Ramazanin edhe me bo vepra të mira në Ramazan. Arritja e Ramazanit i kemi shpjegu hadithet e pejgamberit a.s. është nimet i madh. So që kanë thonë dietarët, mund të të ngrit në grada më të larta se sa shahidi, ai i cili vdes në rrugën e Allahut të Madhnushëm. E dietarët islam kanë thonë ata të cilët mundohen me ndal veten dhe me punu sa më shumë vepra të mira në këtë muj, Allahu, ai i cili e falenderon Allahun, Allahu ja shton të mirat hala më shumë, Allahu do t'ja shtoj jetën që me arrit Ramazanin. Allahu na mundsoft. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruhu yaghfir lakum.